Mirëmëngjes, o të rënda filme vesa kaloj. Do të isha ullë rënë në mes, që keni me të zetë. Ah, wow! Fikse dhe të bëjemi këshu, dhe që thash për pak. Por të bëjemi si një biskot, bravo. Si është e japonezi, ke parasysh atë japonezin që brenda të sfidat? Po. Ah, bravo, edhe neve ashtu. Mirë. Si keni qeni ju mira? Miro. Ire keni njëzur këtë ditë ma? Po, miro duke. Në një kërnac ke doni ta një për mëgjes. Yqa, po prit më të verë dreka. Po një paçkë të vogël. Ka një shpisërari për pace. Fiks. Pace pilaf. Koke apo këmbësh? Për brëndshme. Për brëndshme, bravo. Bravo, Bora, mundet... Kemi të zonës tonë, po nuk mundem do të. Edhe unë. E ka të mundur. Gjithsesi, është një mëngjes që njerëzit e konsiderojnë dhe e sugjerojnë shumë. Po, pa tjetër, duhet hedhur dhe pak uthull, edhe ta mbushësh pak me piper të zi. Edhe shperl, unë nuk e ha, po gjithsesi dhe më thënë kam parë që njerëzit bëjnë këtë procesin në mëngjes. Edhe tym nga veshës. Një proces tjetër është të duhet ta bësh çdo mëngjes është të ulësh bluzën, pa të ardhur mesazhe nga regji. Ardhur mesazhe, po s'ka gjë se bëj këtë, unë bëj procesin e zhytjes në divan. Po, e kuptuesh. Edhe ja. Dukesh mirë. Është periudha që Rei nxjerr romanin e vet. Nxjerr ja, s'është periudha që nxjerr romanin, është periudha e parë që unë nxjerr romanin tim, se tani sapo e kam bërë, është i freskët. Rei është roman apo poezi? Është vëllim, kështu me poezi të ndryshme. Nga je inspiruar? Jam inspiruar nga dragojnët. Mendova se nga libri fundit i ti. Të prisje libri fundit që ka lexuar. Të prisje. Jo, më dalin dragojnë të ndryshëm. Kam lexuar një libër për dragojnët. Bravo. Historia tyre, kur zhdukën e tjerë. A ishin real në të vërtet. Është edhe dokumentar kë. Po, ishte shumë i koklavitur edhe më pëlqeu shumë e thash po e bëj. Po është palos. Po është garaviz do. Po është garaviz karam. A të thonë do njërë që pësi është garavitur shumë? Ja, s'ma thonë, s'ka nguxin të ma thonë. Ma, tani mos bëkot, përveç Rominës, po. A ka do një tjere, jo? Drit e kratë mirë, kur tha do bëj dhe këtu. Do bëj dhe të qafa. Do bëj dhe të qafa. Aty shpallesh në grata. Tu, mu fix tu, ja shiko, dhe njerë kamera, mu fix tu, do bëj ose një ujk ose një luan. Luan, po. Luan. Luan votojmë ne. Luan? Luan, që me kalimin e viteve, po si nostalgjik për çështje. Nostalgjik, çështje leshi. Po, me kalimin e viteve, kur fillosh pastaj të mos jesh i njëjti, ai Luani do kthehet në një panter, pastaj nga panter do kthehet në mace. Edhe nga mace do zhduket fare, do zbresi këtu Luani. Mirë, bravo. E morëm vesh pra se si do rrudhem unë edhe çfarë tatuazhesh do bëj, morëm vesh gjithë. Plaksh, ndërkohë, me mjekër. O, faleminderit, u bësh me leshka të bardha. Me të bardhë, ka. Oh, të keq. Si jeni zgjuar sot, qa keni bërë dje, hënjer, forca, presun? Po qa është kjo koha këshumë, para dite është lezetshëm mëngjesi, pastaj ka dielli për Dreka është dilet fare. Bas dite ja fut një shi. Se filloj djeshi? Po, për kokrën dhe i qefit. Ka rënë ande nga të shi? Për nga unë sëra. E ka pas shumë me zona. E ka pas me zona. Ishte si, duket si kur po niste stuhia, po në fakt nuk nisi. Po se më ka zënua gjumi. Ndoshta e ka që ndaj momenti që ty me shkreptim në parë, për shumë ti... Direkt, e zisi zë gjumin e atë ko. Kush ka luksin të flerë, pa tjetër, por... Do doja të ta rikujtoja këtë më njërë. Shumë Romina. Edhe shpisa e orari që më vete e marrë nga kopshti. Mëj Romina. Bravo. Ishte goditje në Mbreskjo, unë zdo të harroj ati isha në vëndit të. Po, do i vi dita dhe borësin ti. Edhe kur ti vi sa do të shioja të ditë. Dhe Bora, kur të ketë fëmijët në universitet, unë do jem sa bukur, Interesante. Ti e gjej veten të kjo. E gjej. Të dy ne, dhe i kemi
fëmijët shumë të vegjël kur ti të kesh gocën në universitet. Kur unë ti kem kopsitur, pra. Interesant është, nisin një më herët fëmijët. Ne do na thonë që, më falë gjyshi? Ore, po mirë. Lërë, që deshe. Ndërkohë. Mami, nëna, Mami, nëna, po. Ti, Bora, si kalove dje, jepi të lutem se unë se filloj emisionin pa dëfterin, të mbaj shënimet. Mirë. Deri më thash, deri momentin që në drek shkruaj ty, mbaj shënima betim. Prit. Atere, nga ora 12. Nga ora... Derisa ta shkruaj. 12. Po. Edhe si, më fal pak, po pse e shkruan nga ora 12? Thjesht ne për shkak të praktik 12. Po jo më unë shkruaj. 12 dhe kur bën një vije e di që është nga 12 deri në këtë orë. Po lëre tani unë po mbaj shënime. Sa do i mësojmë ne këtë. Nga ora 12. Jepi, më thuaj pak nga ora 12. Gjithsesi, mos mbaj shënime se ka qenë shumë është shkruaj pak 2 kg domate. 2 kg domate. Të duhet që tjetër? Morëm edhe ca kumbullëshine. Domate. Lista për sot. Tjetër. 2 kg patate. Po. Bëj 3. Patate deri në 3. Ore, po juve si shumë po e lironi dorën, se çmimet janë rritur, janë bërë... Bëjmë 1 kg patate. 1 kokër. 1 kokër, kuksi. Logarisin sa ju duhet për gjellë edhe aq merrni. Kuksi. Po tjetër një gjë kështu, një avokado. Jo, po s'të kombinon. Ka shku 3.000 lek kokra. 3.000 lek, po ne i themi bëj 1.000 lek avokado, vetëm majën. 1.000 lek... 1.000 lek, avokado. Bëj pazaret për sot, interesante. I mbaj tash shënime, tjetër. Qa në duhet tjetër? Qa të bësh për drek? Qa të duhet? Unë sot e kisha menduar që thash të bëja... Sa qepujka. Ti bësh sa qepujka, një dorë qepujka ashtu. Thash të bëja në një lazanjë. Me pak mish, me ragu. Me ragu. Bravo, qepujka. E kam gjerë dhe mishin e grishte e kam. Bravo. Nuk do blej, nuk do argjeli. Apo do bësh bolognese. Apo që deshe. Është që është ai mishi grirë për ndaj në 2 pjesë. Apo futja arrabiata. Arrabiata. Shto dhe një 5 ose 6 çokolata se na duhen për gjellë. Po, 6 çokolata. Dhe më thënë, kur të Romina duhet për gjellë, është momenti që ti bën gjellë dhe konsumon një çokoladë. 6 çokolata. Dhe në fund, pastaj, që duhet? Që duhet për ndryje? 3 banane. 3 banane. Ja, ose mu se që duhet për mbyllje. Një segafredo dhe kjo muhabet merë fund. Bravo. 3 segafredo. Ginseng sot. Segafredo. Ginseng. Ashtu. Bravo. Me pak tutëm? Porosia kushton 4.300 lek. 4.300 lek? Po, okej, merë pak. Po. Reja. Me pak. 4.300 lek. Bëj ndërkohë segafredo? Ta shikojmë pak shkrimin se skandaloze ka? Nuk është aq keq. Nuk është aq keq. Nuk duket. Që ta shikoni që unë i kam mbajtur shënimet 1 e para. Të shikoni që unë deri në klasë të 8, krahasimisht me gjestin për shembull, e kam bërë shkollën. Kështu që jemi të bindur që ditë shkruaj mirë dhe pastër. Gramatikën shqipe. Po, që ditë shkruash kjo është e sigurt. Po, ne kishim hallin të shkrimit dorës. Mbyllur nuk diket shkruaj. Fundja, ha. Në madorën e dashur. Dorisa ndesh duke... Në madorën e dashur. Duke shpërtyer. Unë ditë shkruaj, unë... Edhe kur shkruaj kështu, në fakt, zese me së mbyllur jam së të. Zere, po, nga që shkruan gjithë ditën të mbanë kështu. Tani, gjinsengu i parë shkon për atë... Largohi. Që është në kryet të këti projekti. Shefja. Po, Gati, se ka fredua. Hajde. Presim. Po, pres aromën. Do thoja, po pres ti dëgjoj aromën. Po. Po, ashtu kështë e thënë edhe njëra në rjetë dhe e kështë masakruar. Po. Skaq. Ndërkohë ka një jetë që jeton të në Itali, për shumë. Po, mirë. Tani që u kujtova, më kapi dhe mua shiu dje. Shi, sa po thaj që s'ka rënë shi? Jo, tani u kujtova që më kapi shiu dje në orën 5:30. E ke parasysh që njeriu t'i kujtojnë se gjë kur dëgjon zhurma, për shumë. Bravo. Filloi të kulloj kjo, u kujtova që nxorra çadrën dhe në atë moment thash thash inshallah se më del ajo goca që shef çunat me çadrën rrugë. Edhe i thot që si e mban ti çadrën në atë moment isha kështu. Ti del me çadër? Dola me çadër, se ndalova do të shiun, e provova një herë mos bjerë, kështu. Na turproi emisionin. U bëra qull. Po ti na thirrë se ti ta bën me çadrën. Shqyr s'm doli. Po mirë, mo ti kur dele ajo përpara i pi asaj çadrën. Ma mbaj pak. Jo, ajo ta hedh më. Ajo thot ndaloj,
Daloj e shiu. Po, ecim tek vitet vjetë. Fantastike. Ai me Luanin ishte brillant. E dua të videon se dua t'i bëj një post. Ngrisat duash. Do të bësh një post. Vlen, ai Ma nisë të videon, do me thënë. Do që të bësh një post, ma të video. Ku ka Luan? Ku ka Luan? I shkreti Luan. Me zhnoti. Më kej se i lushtin, sa ti lushtin si gapi rang është thjesht video kreative, se Luani tek e fundit në strofullën e vet do shkoj, s'është se do i gjej. Ose tatuazh. Po, ose bëhet tatuazh. Gjithsesi ajo që kryeson është luaneshe. Patjetër. Gjithmonë. Patjetër, fundja. Edhe mbreti i xhunglës gjunjëzohet para saj. Luaneshës, po. Patjetër. Jo më neve. Patjetër. Jo më neve. Jo më neve. Po. Unë se jam Luan që... 2 metër djallë, ndërkohë ti e dashnë. Unë jam. Tani të lutëm. Me çdo që bën. Maksimumi kështu, një panter, një gjo, ecin. Po mirë, hajde, shkëm në një titull më mirë. Shohim. Titulli i parë. I kemi? Titulli i parë është një titull... Ditëlindje me një mitë tëftuar. Me një mitë tëftuar. Princesha Isabela e Danimarkës feston 18 vjetorin. Dhe një falë, kjo mos është Binjake, apo jo, ka një motër tjetër? Është Spanjës Binjake, mos ka bërë. Po, është Spanjës. Ajo kishte veshur një fustan ballo e thotu që shkëlqente, mbriti në tapetin e kuj së bashku me prindrit, mbretin Frederik dhe mbretëreshën Marie, si dhe vëllezërit dhe motrat e saj. Po, okej. Dhe në këtë ceremoni morën pjesë figurat kryesore të familjes mbretërore daneze, përfshirë mbretëreshën Margaret që festoi 85 vjetoren. Një 85 vjeçare në... Një fest me 1000 të ftuar, të gjithë të veshur shik, me një kod veshje që ishte smoking për meshkujt, ndërsa për vajzat ishin në tonalitetet të errta të fustanëve të ballës. Ishte një ballo e vërtet mbretërore. Dhe këtu thuhet që Princesha Isabela është një trashëgimtare shumë e denjë fronit, sepse mendohet si vajza më perfekte e fronit të Danimarkës, e cila normalisht që i kanë shërbyer princeshës. Edhe është një ndër festat më të mëdha që është organizuar ndonjëherë në Danimarkë për një 18 vjetor, një mitë të ftuar. Interesante, se ideja është që nëse ajo do të trashëgoj fronin, i bie që ajo do t'ja u kthej këtë nder gjithëve atyre. Prandaj është menduar e tillë. Edhe prindërve qoftë, se pastaj kthehet në çështje hierarkie, biznesi, trashëgimie. Unë jam mësuar, ne kam përshtypjen gjithë, jemi mësuar që nga filmat me princesha, të shohim princesha që nuk e duan fronin, princesha që duan jetë lirë, që arratisen me të dashurin e tyre, zakonisht dashurojnë një person të varfër. Ndoshta Isabela për shembull ka kaluar atë periudhën që mund të ketë qenë aventuriere, ka dalë 16 është ende. Jo, them, është ajo periudha 16-17 vjeçe që është një vit. Po që mendon që gjen dashurinë, ikën nga shtëpia, ka atë revoltën e moshës, ja kundër rrymës, duket sikur gjithta ka me të keq. Po. Dhe ndërkohë unë mendoj që ajo ka kaluar këtë pjesën dhe tani si duket mendon për gjëra që janë më të mëdha sa vetë rilindja e saj, se 18 vjetori pra. Është një ndër ato fisnike pra që e quajnë që është një fisnike e vërtet pra, një Po pra, po më duket sikur më shumë është një festë e stisur nga prindrit e saj, sa nga vetë dëshira e saj për ditëlindjen. Se kush do donte një 18 vjeçare ta festonte në një ballo me 90% të ftuarve mbi 50 vjeç. Jo, po tani ti do kesh 18 vjetorin tënd, qofse ti je një princesh që në të ardhmen do bësh një mbretëresh, do trashëgosh edhe fort. Në atë moment ti do bësh patjetër një festë që të tregosh atë fisnikërinë tënde, të tregosh faktin që ti je gjak fisnik, po bëjëruash politikat, pra do të regosh edhe që je e gatshme, je e pjekur për atë vëndin që do marrësh në të ardhmen, ke ndryshuar e tjerë, kot kemi humne për të qenë kështu kont, ose duk, ose... Kot kemi humë, si me ndonë? E kuptoj dëshirën tënde, e kuptoj dëshirën. Varet si ndjesh, Rej. Varet si ndjesh. Ti mund të ndjesh kont edhe kështu ku je. Ndje mret më. Bravo. Mret. Luanit mungon. Luani, s'ka mbreti Luan. Mbreti Luan është film, po s'ka, mbreti s'mban Luan. Mirë Kingi, kalojmë të tjetër. Mbreti maksimumin i gjarë për një gjë, kështu që e mban. Mirë gjarë. Të lutem. Tonë janë akont. Ecim dhe tjetëri.
shenjat e horoskopit që janë ekspert në takimet e para. Ku është gaforja këtu? Se s'është gaforja këtu? Luani, Virgjeresha dhe Peshorja, tani na trego pak Bora. Ishte ekspert vërtet? Po. Është e qartë, Po, është e qartë. Thash një fillim mos është dashje, po pas kam pasur sukses. Pas ka qenë punë vërtet bindse nga Luani. Patjetër, pa diskutim. Mua s'm ka qelluar kur për shembull të takohem. Mos më rezulton Luani ndonjë ekspert i madh. Ua? Varet, ndoshta. Mua për shembull Se të tjerë nuk i asnjëherë s'm ka qelluar me asnjë nga të tre shenjat fakt. Sigurisht Nuk e di kam qenë. takimet e para. Po jo pra, po jo, po pyetet tani, ka filluar pyetet. Pyetet shenja. Po. Ti mban mend shenjat e horoskopit të vajzave me cilat ke dalë? Jo. Edhe njerë. Nuk mbaj mend ta kem dëgjuar një herë, as Luanën, as Virgjereshën, as Peshorën. Si ekspert. Jo që t'jem takuar unë me një vajzë që t'ketë qenë Luanë, Virgjereshë ose Peshorë. Po, kjo nuk... Pra që do të thot ti di shenjat e horoskopit. Do më pyesësh tani, ti tregoj, nuk ti tregoj dot, por e mbaj mend që me këto tre shenja s'kam dalë. Bravo. Të tërheqin pra tre shenja. Ja, bravo. Jo se s'më tërheqin, thjesht nuk më ka rënë rasti. E kupton? Po e kam pas ascendent. Mbase. Atëherë në takimet e radhës pyet edhe për ascendentin. Do pyes patjetër. Është bërë pyetje shumë e rëndësishme kjo, se ta pyesësh dikë për shembull të thotë që je binjak. Të të pyes goca hajt mo, se gjëra gocash, po me të pyet një djalë shenjën e horoskopit. Po ndoshta pyet ajo e para. Mund të hapësh një grop edhe të futesh brenda, pastaj mund të zgjedhësh për çfarë duash. Po ja që një djalë ta pyet. Po fal, ti i tregon edhe shenjën edhe ascendentin edhe ku e ke hënën edhe ku e ke diellin. O zot! Gjitha zemra. Unë i tregoj gjitha ja me recetë kur dal. Bravo. I tregoj gjitha duat mi tregojnë. Patjetër. Me kartat hapura. Me kartat hapura që në fillim. Interesant. Okej. Ka një shpjegim tjetër kjo? Thellët apo ka? Ka një shpjegim? Jo, këto janë ekspert në takimet e para, janë shumë bindës, janë edhe provokues, të shtyjnë ty drejt një takimi të dytë. Është gabim komplet, duhet ishte akrepi këtu. Duhet ishte akrepi? Po. Se akrepi çfarë bën, apo pickon direkt në takim parë? Akrepit janë shumë dominant. Dominant? Po. Akrepi duhet ishte patjetër, duhet ishte kam përshtypjen Luani po gjithashtu, edhe ndonjë bricjap duhet ishte, se janë çik shenja që kanë dominancë në tel të bëjnë për vete. Okej, më ishte bëhet fjalë për çuna për shkak. Bukur. Ka dhe goca pjesë të këtij. Po, eksperte. Po, gjithsesi edhe gocat që u përkasin këtyre shenjave. Karakteristikat janë totale, pa gjinjë. Ne dashim të rrimë të jetojmë. Ne rrimë. Po, unë hoqa dhe vetën. Po, ja, ti do thosh gaforen, le të rrimë dhe gaforen. Gaforet presin. Ecim të tjetri. Presim. Janë një gjendje kështu, pritse. Studien territorin. Dua Lipa dhe Callum Turner festojnë Pashkët në jug të Shqipërisë. Më prandaj doli dielli fundjavë. Doli dielli se na erdhi Dua edhe bëri pushimet për kokër të qefit, u la në Bregdetin shqiptar dhe mbi të gjitha e shkruajti që në shtëpi sërish. Pashkët në shtëpi. Pra ajo i feston gjithmonë Pashkët në vendet ndryshme, por këtë herë zgjodhi që t'i festonte në Shqipëri. Ajo vjen shpesh këtu në fakt, edhe sa herë vjen e promovon shumë Shqipërinë edhe promovon trojet tona, gjitha është shumë atletare në fakt. Shumë, e ka këtë ndjesinë ende pavarësisht faktit që s'është lindur këtu. Shiko, ta mendosh që ne kemi një Bregdet fantastikë, kemi vende shumë të bukura dhe madje edhe na kujton, ç'na kujton. Dita e dytë sot ndërkohë. Po edhe na ngeli syrit te kjo pjesa. Ku është ai vendi që është pak problematik për të shkuar kushdo. Po jo, se këtu është me trak ky vendi, është me kështu. Ka traun që ndet. Duhet me hyj me kart. Do të mama, ty nejse. Po mirë më, okay, aty afër do shkojmë ne, domethënë. Po afër shkojmë ne. Afër shkojmë ne për ta parë kështu rrotull e shohim, po. Mos gaboj, është herë dytë që sjell partner, po të ndryshëm. Pra, do thoja s'është i njëjti. Është hera dytë. Herën e kaluar ishte me atë djalin e dobët që s'po e kujtoj. Vllai Xhixhit. Vllai Xhixhit, bravo. Dhe tani në herën e dytë është me Callum Turner. Por ajo duke që po i shijionte pushimet, hith foto duke u zhitur në det. Se Gafredo ikun kështu. Ajo bë gati për dytën tani.
E kupton? Ka letur. Bravo. S'ka gjë. Bravo qoftë. Tani, mund Që t'ja- e GPT. Do ta shohim. Dil nga mendja ime pora dhe mund të zhdukesh edhe më shpëto dhe mua dhe të shpëtoj mos po zhduke mua më mirë lere. Se duash ti, Jo, jam më vetë flijues. Por po flisim pra për Dua Lipën që gjithmonë zgjedh vinë në Shqipëri, bravo Dua, faleminderit Dua. Bravo, Dua. Edhe inshallah e ndeshim në një herë, do ishte lezetshëm për shkak të ndeshësh Dua. Ta ndeshësh. Por pse deti i përgjithë i soj është. Po, të lash ty afër domethënë. Po u fut Dua nuk do të thotë që s'futemi dot në të tjerët. Po e ke vënë re ti që për shkak aty ku ka qenë Dua që bën plazhe, nuk është se ka pasur njerëz të tjerë. Për shkak. Sjell vilat private, me plazh private. Plus që në dinin time është lajmëruar edhe një vilë për shembull, një vilë që ajo e ka në dispozicionin e saj në jug të Shqipërisë. Por ai plazh ti mund të shkosh aty te ai plazh, nuk është se të thotë njëri mos hajde. Qofse ke takat për të paguar. Tjetër takat paç. Takat paç nuk është shumë, diku te 1-2.000 euro nata është ecin. Vazhdojmë. Jo vetë. Kush si ka? Mundja. Njerëz do marrin Lamborghini karrot. Amor Bardi. Bardi po vjen me një projekt të ri. Nuk e tregon emrin e artistit që bashkëpunojnë. Akoma se ka treguar. Po ishte dhe gjesti. Ka nxjerr fotot e tij. E ka thënë dhe Sara. Ka thënë te intervista me gruan. Kjo foto që po shohim është një foto që ai ka nxjerr për projektin e ri që do të vi tashmë. Nga Bardi edhe pritet që të jetë një hit vere, pra siç thuhet. Pritet që të jetë një projekt, një bashkëpunim goxha i fuqishëm. Duhet të jetë, kam përshtypjen, një ndër emrat më të mirë të estradës shqiptare, mbase kam përshtypjen. Po kush vallë? Nuk i dihet se çfarë stili, varet se çfarë stili do të sjellë. Shikoj, ai tha që kam edhe një projekt me Gjestin, do nxjerr, do publikoj diçka. Po mirë, por Gjesti sa doli, ndërkohë klipi tjetër është xhiruar. Duhet të jetë i radhës. Duhet të jetë patjetër. Por që ishte e bukur se bënin dhe intervistën me Sarën, ëh? Po, interesante. Po, ai tha që është intervista më e ndjerë dhe më e sinqertë në jetën time. Kam folur ndonjëherë kaq. Po, mos fol po deshe se do ikësh në shtëpi darkë. Po pse? Po do i tregosh aty të gjitha se e para një herë do t'i bësh emisionin gruas. Po jo, madje unë mendoj që ajo është tangur që ai është shprehur aq lirshëm. Po do të thënë se a di të gjitha, ajo e pyet kudo. Aty se do ikin në shtëpi ai më në darkë, do t'i thotë si ma the mor atë, nuk më bëri emisionin mua më. Bashkëpunimi që nga me Melindën, Dorisa. Si? Bashkëpunimi Bardit që nga me Melinda Ademin. Dorisa. Nuk e di. Amor ti, o këngëtar. Nuk e di çfarë burimi ka. Bravo me Melinda Ademin, shumë mirë. Interesant. Butrinti neve, mirë. Mirë, me Melindën, po, Melinda është në ditë e veta Melinda. Shqiptare, unë jam shqiptare. Kam publikuar story, po, bravo Dorisa. Melinda është vërtet në ditë e veta, tani po e shijon jetën. është e dashuruar, është në kulm të kënaqësisë së saj, po. Produktivitet gjithashtu. Dhe mbi të gjitha kur është e dashuruar dhe me menaxherin, që nuk ka nevojë fare që për gjithkohës me atë në punë. Po. E kupton? Punojnë, dashurohen, bëjnë hite, sa bukur, ka lezet. Rriti. E kupton? Rrim neve, flasim për Melindën. Ndërkohë Bardi shkëlqen se ka gruan. Bardi sigurisht dhe ka shtuar edhe disa kilogram. Bravo, po shqyr pra. Më që gruaja të bërë. Bën mirë, më të bën mirë. Bravo i qoftë Sarës, Sorës. Bravo, është tjetër Sora ajo. Është tjetër, po. Nuk po le. Jo, më jo është tjetër. Po Sora i thoshte edhe ky. Jo, ecim te titulli tjetër. Po edhe ky Sora i thoshte. Jo, nuk e thosh. Po Sora po e di për çfarë Sora. Ua, do dali jashtë. Ore, po edhe ky Sora i thoshte. Hiq dorë djalë. Nëse ajo ka gjysmën e këtyre cilësive, duhet të martoheni me të. Hajde një. Ta shohim mirë, s'do na ndris. Mos na pëlqye, nuk bën artikull, jo. Fundja. Mirë, si doni. Atëherë, cilësia e parë, ajo është më e zgjuar krahasimisht me ty. Pra, gjithmonë, me djalin. Burrat e vërtet thot janë ata që e vlerësojnë bukurinë me tru në vend që të ikin për hir të egos mashkullore. Sa më e zgjuar të jetë ajo, aq më shumë njihni gjëra të reja dhe fitoni njohuri dhe vet. Po. Është vërtet e re që çunat tremben dhe kompleksohen nëse vajza është më e zgjuar dhe më dominante në jetë se ata. Ja. Zakonisht kur martohen duan një vajzë që
t'jetë për shtëpi, t'jetë mos t'i ndrysh, mos t'i kërkoj llogari. Jo, unë kam përshtypjen që është e kundërta. Unë kam. Flas për masën, nuk flas për tipologjia. Mendoj që çuna tani tërhiqen shumë nga vajzat që kanë karakter të fortë, nga ato që duan edhe të ndërtojnë, kanë mendime për jetën, bashkëpunojnë, janë në një punë, domethënë unë mendoj që kanë ndryshuar pak brezi i vajzave dhe duke ndryshuar brezi i vajzave ndryshojnë dhe karakteristikat e djemve që kërkojnë të vajzat. Mirë, patjetër, po kjo që ju përmendët është një stres shumë e holle e qytetarëve, po si që e bën. Stres shumë e holle Të tjerët duan një vajzë të urtë për shtëpi që mos kuptojnë çfarë bëjnë këta. Qa su ti? Të paktën memi. Neve na ndodh për shumë që të dëgjojmë historitë e njerëzve që na rrethojnë, e njerëzve që jemi. Po nga kjo bazohem. Dhe të paktën unë në rrethin tim kam arritur të kuptoj që se tani nga 12 veta që ishim që kemi qenë beqar, se kemi qenë të lidhur, s'është asnjë dhe janë gjithë martuar dhe me fëmijë dhe më rezulton po njëjta gjë që janë partnerët ata që thonë që po nisë një punë tani duhet të shkosh në punë, lire fëmijën, do gjejmë një opsion, këta janë, domethënë janë ata që kanë këtë lloj këmbgulje për të arritur tek të njëjta standarde siç kanë qenë në njohjet e parë që janë njohur në një vend pune, janë njohur në një projekt. Në rast të fundit që kam dëgjuar, ndoshta edhe në fushën tonë, që nuk e lejoj vajzën të shkonte në një punë për shkaqe xhelozie. Sepse në fillim të lidhjes ti nuk më ke thënë mua që do rritesh kaq shumë profesionalisht, unë të njoha në të tjera stade. Okej. Bukur. Ka dhe ka këta. Janë bashkë. E la dhe ja bëri mirë. Jo, është automatikisht edhe kjo është një privim, ti s'mundesh do tani. Automatikisht mendon që nëse e do dikë, do gëzohesh për atë, do lumturohesh dhe do artrogasësh. Po nuk janë të gjithë aq me vetbesim, kanë frikë se nëse vajza ndihet më larg i bërtis. Mund ta humbas. Po ja e humbe gjithsesi, Ja, pra ajo vlerëson vërtetësinë. Vlerëson ndershmërinë dhe kur nuk përpiqet të fsheh asgjë nga ju pa marrë parasysh sa e hidhur mund të jetë e vërteta. Ajo e di që vërtetësia është e barabartë me pjekurinë dhe këtë ajo e tregon në guximin që ka. Po. Kjo është edhe pak shumë. Pozitiviteti në çdo sferë, thot. Njerëzit këto ditë kanë tendencë të depresionohen shumë lehtë sepse kërkimi për lumturinë nuk ndalet. Ama thot, kur ajo ka gjithmonë qëndrim pozitiv, pavarësisht se çfarë ndodh në jetën e saj, ju duhet ta mendoni seriozisht. Mirë, gjithsesi është e pamundur, është e pamundur, por... Po, edhe një situatë të vështirë ti e merr me pozitivitet, me optimizëm, pra le të themi. Je njëri optimist, nuk je njëri pesimist. Mirë, prandaj të thash, jo gjithmonë, jo gjithmonë, se do ishte çmenduri pastaj që ty të ndodh ata e kështu, po s'ka gjë, nuk ka ndodhur ndonjë gjë, ata ja ka ndodhur, se s'është do rregullohet gjithçka. S'mundesh dot, kjo është. Ajo e di kuptimin e rregullimit të marrëdhënieve dhe balancës që duhet. Okej, po. Gozat e kanë më ai, se është çështje, është bashkëveprim mes të dyve. Një djalë çfarë duhet të shohë tek ajo. Kur të flasim për atë artikullin tjetër. Bravo. Atëre pozitive sa për të kthyer situatat serioze përmbys. Një njeri që të bën për të qeshur dhe ta kalon një situatë serioze mbase. Po mirë, s'u dështojmë dot atëherë. Një situatë serioze që nuk është e rëndë, po flasim për situata serioze, ti je në mes të një debati çifti për shembull, edhe ajo të di të ta kthej situatën. Po, dhe ai thotë s'më merr kur seriozisht, thotë. Aty zi. Po, ja, më mendoj që do qeshin të dy pastaj. Për shumë ka raste që ti do të debatosh shumë fort me atë njeriu, zakonisht janë këta që e marrin me të qeshur. Po pastaj të vjen një e qeshur se ti atë kontaktin në sy e ke kështu seriozisht çfarë po bëj, domethënë mesazh, fillon sherri, sa takohesh. Mesazhe bëjnë gjithë si fort. E kam seriozisht, fillon. Seriozisht mundohesh të sejosh çdo gjë të mbash po. Pastaj ai kontakti që vetëm qesh pastaj harr. Mendje hapur dhe pranon mendimet e reja. Pra, nuk do të thotë mendja hapur që të pranosh vetëm mënyrat e reja të menduarit, por se ka durimin që të dëgjoj ty edhe mbi të gjitha ka edhe durimin, edhe respektin të pranoj vendimet e tua. Po, okay, po. S'ka ndonjë gjë. Ka qëllim të veçantë në jetë, pra ka gjithmonë qëllime të veçanta në jetë, ka gjithmonë qëllime të sakta dhe të qarta se ku do të shkojë. Është bujare nga natyra. Di të trajtoj mos marrëveshjet. Po. Është vetvetja. Në shumicën e kohës.
ka një jetë shoqërore aktive. Okej. Është shumë e rëndësishme, thot tu, sepse tregon që është një vajzë që njerëzit e kanë qëndruar besnik shoqëria e saj, dhe kur qëndron shoqëria besnik, do të thotë që është një njeri i cili di t'i ruaj marrëdhënien. Po. Di se askush nuk është i përsosur, pra e ka të qartë mendimin që askush nuk është i përsosur, dhe di të tërheqë dhe të lëshojë në një marrëdhënie. Pra di të ruaj këtë balancën, deri ku duhet të lëshojë dhe deri ku duhet ta tërheqë një situatë caktuar. Bravo. Kjo pra ishte jeta. Jeni dakord me goca, vlen artikulli. Në mos gjysmat edhe më shumë mund t'i kenë. Ai po normale se fole për kaq shumë cilësi të vajzave. Sigurisht është pak e vështirë që të flasësh. Normalitikisht. Atëre, hap syt bëj 4. Bëj 4-6 i bie, 8 apo 9. Varet me sa dobi xhami ke. Ecim reklama, kthejmë pas pak. Jemi rikthyer, jemi në studio dhe jemi gati për rubrikën e preferuar tashmë që ka filluar, ka vetëm viralitet. Gjëgjëza. Okej, e djeshtë. E mbyllur rri në një burg të vogël, kur të çlirohet lë gjurmë pa zhurmë. Kush ishte? Nuk patim përgjigje. Boja. E mbyllur rri boja, kur çlirohet tak lë gjurmë. Pa zhurmë. I nxori bojën gjëgjëzave në borë. Të dalë boja? Ja kam bërë, shiko, do të nxjerr, do botoj një libër. Unë e kam marrë shumë seriozisht. Me që se sot është dita botore e librit. Bravo. Patjetër do t'jetë një përmbledhje gjëgjëzës. I merr të gatshme. Sidomos jo, unë si marr të gatshme, kam filluar i krijoj tani së bashku me ChatGPT-n tim. I thua më bëj një gjëgjëz me këtë përgjigje. Po. Interesante. Bravo. Se s'ka më ku t'gjem, barua, Niku. Aj që ishte, kosi mbaroj, ta. Si u frymëzove për të gjetur bojën, pra, që ishte boja përgjigja që ti do? Bojën? Isha me si raps në dorë. Edhe një edhe thash boja. Kërkoj më dalin 6-7 opcione, bëj një mix të 6 opcioneve të ndryshme dhe dalin në përgjigje, që mos jetë dhe evidente se si të gjendet. Çfarë djali më? E kupton, puno sot sa për nesër. Njëtin që ke bërë dhe me gjëgjëzën në ditës? Çfarë e ka frymëzuar sot? E zez si nata, s'të prek, s'të she, por gjithçka e merr e se kthen. E ke bë pak lëmsh. E zez si nata, s'të prek, s'të she, Ersyra. E zesi nata. A vash. Harresa. Jo. Gjithçka e merr dhe se kthen. 9. Gjumi. Jo fatkeqësi që ndodhi. E zesi nata, preks të she, por gjithçka e merr e se kthen. Dorisa e dha një përgjigje në grup në fakt, por jo, nuk është kjo. Mund të jetë një sinonim i kësaj? Nuk është kjo në fakt. Nuk jam aq easy, aq shpirtlik. Jo. E zez si nata. S'të prek. S'të she, por gjithçka e merr e s'të kthen. E se kthen. E merr e se kthen. Çuditshme shumë. Bo, nuk e di, mos jam unë, apo? Jemi thjesht në mëngjes, po të ishe në darkë, ndoshta. Mendojeni përgjigjen të dashtunit e mi. Mendojeni se kush mund të jetë përgjigja e saktë këtu në këtë mes. Interesante, me zi po presta. Interesante është, po. Okej, mirë, atëherë shkruani përgjigjen tuaj, ne nuk e gjetëm dot, nuk arritëm dot ta gjejmë. Shkruani me njëherë në Instagram, Facebook, TikTok dhe tjetër ku? Tek posta elektronike, shpresojmë ne ta dëgjojmë njëherë, se kush e di, e ka ndryshuar. Po, Rej Bezhani e ndryshoi gjithmonë, asnjëherë se harroj, @mcnt. Ta shpresjem prap na hoshi. Sigurisht. Një ditë kishim meritat, pastaj të shohim pak tekstet romantike, legjendare të paharrueshme të këngëtarëve shqiptar. Oh, I feel good. E shohim. Po. Gjithë kam me drujt. Gjithë kam me drujt, kam me desh, për vitit kam me t'majt. Moj princesh, ti po ti durt, kur se di këtë, mërë. Më vjen me kajt, më vjen me shajt. Nana.
Nana, qysh jem kanë? A vini muzikë më? Mos ta lini kështu. Do që ta improvizoj unë? Jepi Romina. Po të kursen Ti regjia. shpinën ma ke këty. Po s'po muna njejt me ty. Kaje kanë muzikën me piano, regjia. Nuk po të gjej unë ty ku të kom lanë. Ti shpinën ma ke këthy. Po s'po muna njejt unë ty. Thellë në zemër veç po ta një zanin. A je një me qysh m'ke lanë vetë mojnë kra? Mëso. Edhe nëse vdekja o me mu, edhe aty nalt kom me t'kujtu, si harroj unë zemër sytë tu, që ata që më kanë vra mu, gjithë kom me të rritë, gjithë kom me dasht, gjithë afër vetit kom me të majtë, o moj princesh, o moj egli, apo jo, ti puthi durt, si sytë e ballit kom me të rritë, po më vjen me kajtë, po më vjen me të shajtë, po s'jom të mujtë se hala jam të dasht, o moj princesh, ti puthi durt, si sytë e ballit kom me të rritë. Amin. Kjo ishte. Bravo. Fiks. Tani kush se di këtë? Është çmendërim ose dish këtë? S'ka. Ditët e fundit, kohët e fundit. Tani, është bërë shumë virale. normalisht që gjesti princeshave i këndon edhe i bën për vete gjithmonë. Po, dhe vërtetoj. Është fiks për shprehjen, i vogël, tha po punën e bën të madhe. Po të bën gjëmën. I mori në qafë gjithë princeshat e Shqipërisë. Eci me dëgjojmë pak këngën, inshallah po na e vendosin. Gjitha, tani mos e egzagero. Bravo, ajo është. Ajo është fiks. Po, vetëm një herë u desh. Ajo është, tem ka. Një tek dubël. Bravo. Kupton? Bravo. Se vërtet. Sukses. Okej, ecim tek të ftuarit e ditës së sotme, sepse kemi pafund, duhet thënë kjo. Dashim tepër që sot është dita botërore e librit, kemi të ftuar vetëm pas pak pedagogen dhe poeten Helena Alilaj, që do të na flasë për marrëdhënien që kanë të rinjt kryesisht me librin, dhe ajo si një poete, si një shkrimtare do të na tregojë edhe për librat e saj, po pa diskutim dhe raportin që ajo ka edhe me, ndoshta edhe me studentët e saj për t'i pyetur se si qëndron raporti kohët e fundit të librave që ata lexojnë jashtëkollor, duhet thënë kjo gjithmonë. Okej, më pas do të kemi lidhje me Skype nga Berlini, me një prind dhe infermier njëkohësisht, me Pranvera Peren. Histori shumë e veçantë, histori shumë interesante. Në fakt u desh një video që ajo të publikonte në rrjetet e saj sociale të djalit të saj, dhe menjëherë filluan pyetjet masive të njerëzve dhe një lloj interesi se pse fëmia e saj mbante një kokore. Në fakt ajo ka bërë një lloj shpjegimi rrjetet sociale, por ditën e sotme në emision do të na shpjegoj të gjithë vendimin që ka marrë, arsyen pse ka vendosur atë, anën shëndetësore të djalit të saj, dhe pa diskutim është një ndër problematikat, le të themi kështu, që njihet masivisht edhe në Shqipëri, edhe pse unë mendoj që duhet filloj të praktikohet edhe të bëhet e njëjta procedurë siç Pranvera ka ndjekur edhe në Gjermani. Besoj se edhe si infermiere e ka bërë akoma më shumë ta njohë si problematik, kështu vetëm pas pak na i shpjegon rekomandimin që i ka bërë mjeku për ta vendosur këtë kokore, le të themi në kokën e djalit, në helmetën. Por është shumë interesante për ta mësuar ju të gjithë dhe për ta ditur, për ta pasur një informacion shtesë dhe për të ditur dhe historinë e Pranverës gjithashtu. Okej, më pas, hajde panel, hajde. Angela Peza, psikologja e njohur, vjen në studio, do të jetë shoqëruar bashkë me Suela Koçibellini, e cila vjen si prindër atë parë, pastaj si aktiviste për drejtat e fëmijëve, por edhe si hartuese e programeve për të rinj. Kemi vendosur flasim për marrëdhëniet prind-fëmijë. A duhet të trajtojmë si shok, a duhet kemi
një lloj autoriteti në trajtimin e tyre, a i bëjmë dëm nëse i trajtojmë më afër se ç'duhet apo jo? Pra, do me thënë në fillim thuhet që mbajeni afër dhe trajtojeni si shok shoqe që të tregojmë më shumë. Po, ata merr fëmia si dobësi që ti trajton si shok shoqe duke mos e pasur autoritetin si prind? 1000 pikë pyetje që kështu vetëm pas pak i zbulojmë. Edhe Surila na tregon edhe rolin e saj si një nënë e 2 vajzave që kështu kemi shumë çka. Okej, më pas vjen në studio, më në fund ne duam shumë Martina Çobën, kjo është e padiskutueshme dhe është një ndër ato eksperte që fjalën që thot është shumë e kuptueshme dhe e qartë për gjithë publikun, që kështu vetëm pas pak vjen dhe na flet për rëndësinë e vitaminës B12 te gratë shtatzëna dhe ndikimin që ka kjo vitaminë në zhvillimin e trurit të foshnjës. Thuhet që kjo vitaminë kryesisht ndodhet tek mishit dhe për nënat vegetariane ka ndodhur një lloj problematike e studiuar edhe më pas, ku problematikat e para nga ekot e zbuluara tek truri i fëmijëve dhe mos zhvillimi i tij konsiston në deficiencën e vitaminës B12. Martina Çobo vjen vetëm pas pak na i sqaron. Okej, super atëherë. Okej, dhe kjo është dita për sot, është një ditë me pak të ftuar, si gjithmonë, është një ditë ne s'kemi asnjëri me zor do ta shtyjmë këtë emision, edhe kështu që qëndroni me ne se keni shumë çka për të marrë vesh. Horoskopi, po, drejt. Dashi, ju mund t'jeni në rrugën e duhur për të gjeneruar një burim të ri të ardhurash me ndihmën e dikujt që njihni. Një vizitë në shtëpinë e një të afërmi mund të jetë pjesë e planeve për ditën e sotme. Ndikimet romantike në jetën tuaj do të jenë të forta sot. Demi, hiqni nga mendja të gjithë problemet tuaja dhe përqendroni në përmirësimin e pozicionit tuaj si në shtëpi, ashtu edhe mes mish. Dikush mund të ndërhyjë mes dashurisë suaj sot. Personaliteti juaj magnetik dhe i jashtëzakonshëm do të rrëmbejë zemra. Binjakët, mundohuni të dilni herët nga zyra dhe të bëni gjëra që ju pëlqejnë vërtet. Kërkoni ndihmën dhe mendimin e njerëzve të tjerë në familjen tuaj përpara se të bëni ndonjë ndryshim në shtëpi. Përndryshe mund të shkaktoni pak kënaqësinë e tyre. Ekziston mundësia të përballeni me keqkuptime në lidhjen tuaj të dashurisë. Gaforja, të vepruarit me impulsivitet mund t'ju shkaktojnë në probleme shëndetësore. Stili juaj ekstravagant i jetesës mund të shkaktojë tensione në shtëpi dhe i shmangni netët e vona. Kjo nuk është dita e duhur për të transmetuar pikpamjet tuaja për romancën ose jetën tuaj të dashurisë. Puna juaj e palodhur ndërkaq do të sjellë rezultate. Luani, do të keni një diskutim për çështjet e parave me bashkëshortin ose bashkëshorten tuaj. Fjalët e ashpra të një figure atërore mund t'ju shqetësojnë. Duhet të ruani gjak ftohtësinë dhe t'i vendosni gjërat në vijën e duhur. Virgjëresha, një përmirësim në financat tuaja do t'ju krijojë mundësinë të bëni blerje të rëndësishme. Sot kohën tuaj të lirë do ta shfrytëzoni për të përfunduar detyrat e paplotësuara, ndërkaq jeta juaj martesore do të jetë e mbushur plot me kënaqësi sot. Peshorja, sot mund të keni shpenzime për shkak të një eventi shoqëror. Mungesa e komunikimit me dikë për të cilin kujdeseni do t'ju shqetësojë. Do të shihni një anë të re të mrekullueshme të partnerit tuaj. Akrepi, një përplasje e egosh mund të çojë në një debat dhe konfrontim. Dita e duhur për të planifikuar një udhëtim të shkurtër në një vend me rëndësi historike. Kjo do të jetë edukative dhe argëtuese, duke siguruar një pushim shumë të nevojshëm nga rutina juaj e zakonshme. Mund të ndjeni mungesën e partnerit sot. Shigjetari, dikush në vendin tuaj të punës mund të shprehë pëlqimin ndaj jush. Mund të zbuloni se marrëdhënia juaj me dikë të afërt është e tensionuar për shkak të angazhimit në punën tuaj. Do të keni një mbrëmje romantike të mbushur me argëtim dhe plot të qeshura. Briciapi, jeta juaj e dashurisë do t'ju sjellë diçka vërtet të mrekullueshme sot. Vendosmëria juaj do të vihet në punë dhe po ashtu edhe aftësitë tuaja. Nuk përjashtohet mundësia e humbjes së një sendi të rëndësishëm gjatë ditës së sotme. Keni kujdes. Ujori, do të kaloni kohë duke kujtuar fëmijërinë. Megjithatë, kjo mund të sjellë edhe disa kujtime jo aq të këndshme. Ata që kanë bërë investime të lidhura me bastet apo bixhozin ka gjasa që të pësojnë humbje sot. Peshqit,
Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të frustruar, veprimet e duara dhe një qasje pozitive sot do të sjellin një ndryshim mjaft të mirë në jetën tuaj. Përpjekjet për të kursyer para mund të ndështojnë ditën e sotme. Megjithatë, nuk duhet të shqetësoheni për këtë gjë, pasi situata ka gjasa që të përmirësohet së shpejti. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.